Alba i rrëfejet lëndrimit, kam bërë shumë gabime. Nga nesër nuk do t'i shkoj më nga mbrapa ludos. Në një bisedë të hapur dhe reflektuese me lëndrimin, Alba ka pranuar publikisht gabimet e saj dhe ka shprehur vendosmërinë për të ndryshuar qasjen në lojë. Me tone të qeta dhe vetë kritike, ajo u shpreh se situatat e fundit i kanë shërbyer si një mësim i fortë, duke e bërë të kuptojë se disa veprime dhe fjalë kanë pasur pasoja më të mëdha se sa e kishte menduar. Kam bërë shumë gabime, u shpreh Alba pa hezitim, duke pranuar se shpesh ka vepruar e ndikuar nga emocionet dhe nga dinamika e grupit. Ajo theksoi se duke ndjekur të tjerët pa reflektuar mjaftueshëm, ka humbur kontrollin mbi vendimet e saj dhe ka dalë nga parimet që e përfaqësojnë. Një nga pikat kryesore të bisedës ishte distancimi i saj nga ludo. Alba i tha qartë lëndrimit se nga dita e nesërme nuk ka ndërmend të ecë më pas veprimeve apo qëndrimeve të tij. Sipas saj, ndjekja verbërisht e dikujt tjetër e ka futur në situata që nuk i shërbejnë as lojës dhe as imazhit të saj personal. Unë nuk jam budallaqe që t'u shkaktoj dhimbje të tjerëve, theksoi Alba, duke ju referuar drejt për drejt rastit të Tonit dhe përmendjes së vajzës së tij, një situatë që shkaktoi reagime të forta brenda dhe jashtë shtëpisë. Ajo pranoi se kjo ishte një vijë që nuk duhej kaluar dhe se ajo deklaratë mbetet një nga gabimet më të rënda që ka bërë gjatë qëndrimit të saj në Big Brother. Alba u shpreh se e kupton plotësisht pse ajo situatë ka lënduar dhe ka shkaktuar dhimbje, duke theksuar se nuk ka qenë kurrë qëllimi i saj të prek familjarët apo fëmijët e dikujt tjetër. Në atë moment nuk kam menduar si duhet, por kjo nuk do të thotë se nuk jam e vetëdijshme për pasojat, shtoi ajo. Biseda me lëndrimin u perceptua si një moment kthes për Albën, ku ajo jo vetëm pranoi gabimet, por edhe artikuloi qartë vendimin për të ndryshuar sjelljen. Ajo theksoi se nga tani e tutje do të luajë lojën e saj, pa u ndikuar nga të tjerët dhe pa lejuar që